Donika Ndoj u zgjoll kryetare e Partisë Demokratike në Lezhë, duke fituar garën përballë rivalëve të saj, Salvador Kaçaj dhe Paulin Marko. Në zgjedhjet e zhvilluara të dielën e 15 shkurtit, për Ndojnë votuan 571 anëtar të Partisë Demokratike, ndërsa Salvador Kaçaj mori 442 vota edhe Paulin Marku 172 vota. Pas zgjedhjes si kryetare e Partisë Demokratike në Lezhë, Donika Ndoj falenderoi demokratët për mbështetjen dhe besimin e treguar. Ajo u shpreh se do të angazhohet maksimalisht për forcimin e strukturave të partisë edhe për bashkimin e tyre, për të përballur me sfidat që e presin. Së pari falenderoj gjithë demokratët që morën pjesë në këtë proces për garen për kryetarët e Partisë Demokratike. Së dyti falenderoj të gjithë komisionerët, të cilët punuan me përkushtim për të pasur një proces sa më të rregullt. Si dhe falenderoj kandidatët për garen e tyre qytetare dhe korrekte që bëm gjatë këtij muaji. Partia Demokratike tashmë ka hyrë në një fazë riorganizimi, riformatimi në çdo strukturë, në seksion, grup seksion, kryesi dhe departamente. Dhe mendoj që ajo do të bëhet një parti më e fortë, më organizuar, e cila do të jetë e denjë që do vijë në pushtet në zgjedhjet e ardhshme. Ne nuk kemi garë me njëri tjetrin, ne thjesht zgjedhëm një drejtues Partisë Demokratike. Garën e kemi me pushtetin i cili është sot në krye të vendit. Zgjedhjet për kryetar të DG-së së Partisë Demokratike në Lezhë erdhën pas dorëheqjes së Xhinxhonit, i cili u zgjoll deputet në zgjedhjet e 11 maj të vitit 2025.